Gjemal Shabani, fshatit Jezers, Elinë fshatin Jezers, jetojmë këtu në Ferizaj. E kam motrën, Emine Beqer Muhaxheri, pëmrin e në mëhon ko është e martume. Unë jam Arbeniza Muhaxheri, jam vajza e Sanie Selmani Muhaxheri, e zhdukur me 16 prill 1999 në qytetin e Ferizajt. Zovem se Jasmina Jovanović, devoječko prezime Živković. Ćerka sam kidnapovanog Pauna Živkovića i bratanica kidnapovanog Vlastimira Živkovića. Za vreme rata izgubila sam oca, ujaka i brata od ujaka. Oni su bili zajedno i nestali su u istom danu. Sade ka lind fëmia i tretë. E që ta është që ishë më të thonën, o rritë. Në rajonin e Ferizajt, që përfshin komunën e Kaçanikut, atëherë hani e Lezit ka qenë kuadër të komunës së Kaçanikut, Shtimja dhe Shtërpca ka pas, sot janë të raportuar, edhe 72 persona të zhdukun. Në Ferizaj janë 38, në Kaçanik 17, në Shtime 12 dhe 5 janë në Shtërpce. Pra po flasim për kohën aktuale, ka që janë të raportuar. Lufta e Kosovës dolente pas mira viktima dhe bashkë me to, mira histori tragjike të zhdukjes së njerëzve. Në nisje të luftës, organizatat vendore ndërkombëtare do të dokumentonin ngjarje në të cilat krahas vrasjeve masive, trupat e viktimave do të zhdukeshin me qëllimin e vetëm për të zhdukur gjurmët e krimit. Në muajin maj të vitit 1998, në afërsi të fshatit Poklekëtëri të Drenasit, do të dokumentohen ngjarja e parë ku viktimat kidnapohen, vriten e me pas trupet e tyre zhduken pa asnjë gjurmë. Kjo ngjarje do të pasojë me qindra situata të tjera të ngjashme, ku viktima do kidnapohen e më pas do të zhduken në forma të ndryshme. Në dosjet e gjykatës së Hagës, hetuesit ndërkombëtar do të dokumentonin një plan të fshehtë të strukturave të Miloševićit, në të cilën ishte planifikuar zhdukja e trupave të viktimave civile. Në një fletore të një ushtaraku ishte shkruar qartë mesazhi: nuk ka krim pa trup. Mbi këtë urdhër operativ, trupat e viktimave nga të gjithë Kosova do të zhdukeshin. Krahas historisë së zhdukjes së viktimave, mbi 2500 njerëz u mbajtën në burgjet e kohës. Kidnapimet dhe zhdukjet masive do të arrinin kulmin në mesin e vitit 1999. Atko, kryqi i kuq ndërkombëtar do regjistronte 6500 persona të zhdukur në mbar Kosovën. Nga ky numër, disa do të zbuloheshin të gjallë, disa të vdekur, ndërsa edhe sot një pjesë e familjeve vazhdojnë të kërkojnë trupat e tyre. 26 vite pas përfundimit të luftës, familjet e personave të zhdukur vazhdojnë ende betejën për të vërtetën dhe drejtësinë. Në mbar territorin e vendit, statistikat dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare janë zbuluar të varrosur në varrezat masive në Serbi, ndërsa mbi 12% e viktimave të luftës vazhdojnë ende të figurojnë të zhdukur. Kërkimi për fatin e tyre është një makth i gjatë për familjet dhe rrethin e tyre. Nona jam ka qenë një grua e urtë, punëtore, një grua e shkolluar që i kishte 4 fëmijë, mua dhe 3 vëllezër. Ajo është marrë zakonisht gjithmonë ka qenë mas babit tim. Prej 98-ës ajo bashkë me babin kanë qenë furnizues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo për 2 vite radhazi ka shërby bashkë me babain tim, deri në momentin kur është kidnapu. Moj otac je po profesiji bio profesor biologije, uvek je radio u obrazovanju,
počevši od profesora biologije, zamjenika direktora i posljednje zaposlenje je bilo direktor Srednje tehničke škole u Uroševcu. Unë ka pas 3 fëmijë, ka qenë shumë tregu, ka qenë njëri shumë njëri mirë, shumë njëri përparimtar, punëtore, shumë punëtore madhe, ka qenë me një fjalë datërime madhe, ka qenë shumë. Edhe arsyeja se ka ardhur këtu në Ferizaj, ka ardhur për mos me lënë vetë atë personin tjetër, që kanë qenë dy gra që janë zhdukura, ka ardhur domethënë mos me lënë vetë deri në Ferizaj. Pa moj otac je bio običan radnik, nije bio radio je posljednji put je radio u šumsko gazdinstvo. Tu je bio posljednji put gdje je radio. Bio je dobar čovjek, bio je dobar otac, bio je dobar suprug. Mogu reći sve najbolje o svom ocu. Sodim galin shpe, në rregull krejt. Qashtu e kum rrit. Si e din vetë me një rrugë të borit që ati nuk kemi pas qaq, kemi pas si pakic. E u rrit, e hajtën e shkojke me ljop, kish marak. Hinin shkollë, kur hinin shkollë, kish marak, fudbal me ljujt shumë. Baš sad to ne mogu da vam kažem kakve planove imao za budućnost, jer tu se sve prekinulo. Voleo je da radi, da zaradi, da priušti za porodicu, a neke konkretne planove ne mogu da vam kažem jer ne znam. Po i ka pas planet e mira shumë i ka pas, po që nuk ka mujtë me realizu planet e në fund. Burrin e ka pas një 3 muaj në burg e ka pas para se unë ka qenë, që më thonë një fjallë pak edhe si në shënjesër, edhe unë kam qenë një arrestuar, më thonë në 98-ën, shtator 98-ës, po më thonë për fat të mirë të amin, kam qenë shumë i maltretum edhe mjeku më ka lëshu, dhe se jam kanë shumë i maltretum shumë. Duke bë vite, shoh që kam fillu me i përngja, e shoh në shumë gjëra vetën tek ajo, si një non e përkushtuar, që ka qenë gjithmonë e gatshme të jetë në dispozicion për të gjithë, e hareshme, e kujtoj ashtu, gjithmonë e buzëqeshur. Çka kanë qenë ëndrat e saj, kur keni folur me to? Ëndrat e saj, profesioni që pasi që na ka lind neve, ajo ka vendosur të i kryej studimet në Fakultetin e Edukimit. Gjithmonë ëndra e saj ka qenë të jetë një edukatore, edhe menoj që i ka shku mas shumëti. Ka qenë një grua e fortë që se ka njoft as frikën, edhe fundi saj ishte tragjik. Në mesin e viteve 1998 dhe 1999, rajoni Ferizajt me komunat Hani e Lezit, Kaçanik, Shtime dhe Shtërps do shndrojnë në një zonë të krimeve të luftës. Në këtë zonë do dokumentohen vrasje masive të civilëve, përfshirë masakrën e Reçakut dhe 10 vrasje të tjera të civilëve të pafajshëm. Shqiptarët do ishin caku kryesor i krimeve, ndërsa hulumtuesit do dokumentojnë edhe viktimat civile të komuniteteve të tjera që jetojnë në Kosovë, përfshirë komunitetin serb. Krahas vrasjeve, kriminalet e luftës u kujdesën që të zhdukin gjurmët e krimit, kryesisht duke i zhdukur trupat e viktimave. Rosti parë në Ferizaj ka qenë në fshatin e vjetër që quishin në Ferizaj e kanë quajtur deri vonë Staracella. Do të thotë aty 3-4 familje i kanë vrarë, i kanë ekzekutu, edhe tu mendu se i kanë marrë, e i kanë qunë stacione policore, do të thotë ata ishin ka djegun aty. Bile i kam edhe atë materialin komplet filmun edhe
kejt e kam edhe skeletat i kam që i kemi nxjerrë me mjekët e tribunalit të Hagës, nën Gërmadha, nën Hi, nën aty mbetorinat e djegura, edhe kemi mujt me formu deri dikun skeletin e trupit copa. Kaçaniki ka pas edhe aty ka pas vrasje dhe një herë zhdukje. Të një masanej i kanë qunë kotlin, i kanë ekzekutu, edhe i kanë hudhë me një pusa që na i qojmë rezervar të ujit, që njerëz e kanë shfrytzuar për shtëpia dhe për pije, edhe pas gjithë asaj disa i kanë gjuhë dhe të gjallë atu, se kemi dëshmitar që i ka shpëtu gjallë, edhe pas asaj ne kanë hudhë edhe bomba mbi ta. Dhe kështu që aty kemi pas një problem bukur të madh, ai ekshumim atu u bonën me një general norvegjez, Josef Martisinin, aty që e ka veshguar, që është befasue me ato, dhe shumë mendzi kemi të bucu po të ati veni atu. Bile është edhe libra, që ne e kemi bërë dhe një liber me qatë generalin e cili ka punu shumë, edhe falenderej shumë, pusat e vdekjes, që i kemi qujtën pusat, ku kemi gjetë në për pusa. është një numër bukur i madh. Zonën Frezajt në këtë rast përfshirë komuna në fjalë, pra gjithsesi përfshirë komuna në fjalë, pra mos të evitojmë dhe keq kuptim, që nuk përflasim vetëm për qytetin e Frezajt, sigurisht kemi deri në 80 persona që vazhdojnë në listën e personave të zhdukur. Në këtë rajon nuk janë shënuar varreza masive, pra thjesht ka pas edhe shumë zhdukje individuale që kanë ndodhur, edhe në vetë qytetin e Frezajt, një avokat i njohur i qytetit të Frezajt, zotëri Ali Shefik Spahiu, ka qenë në shtëpinë e vetë, kanë ardhur personat maskuar, e kanë marrë nga shtëpia dhe as sot e kësaj dite nuk dihet për fatin e tyre. Unë kam qenë 12 vjetë e gjysëm kur është zhduk mami, me 16 prill është zhduk, unë në gosht i kam mbush 13 vjetë, ditëlindja ime parë pata. Ku ke qenë ti në atë kohë? Çu ka ndodhur ngjarja? Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Frezajt, ne kemi qenë fshatin e babit tim, aty kanë qenë ushtria e gjithë, edhe ajo ka dalë me një gru të kushere një vend me ble gjana ushqimore për neve të cilat veç kishin mbaru. Ne kishim shtëpinë edhe në Frezajt, edhe i ka kryer ato pazarët për neve dhe kur ka dashur mu kthy në shtëpi, njerëz që kanë qellu kalimtar të rastit i kanë pa që janë kidnapu dikon ndalje qytetit ku ka qenë aty një punkt i policisë. Edhe ç'ka ndodhur pas pak? Pas pak mami është u kidnapu bashkë me atë gruan tjetër. Ai ka pa dikush atë? Po, i ka pa, i kam përcjell se ka shkuar te shtëpia, ka vizitu shtëpinë tonë, ka folë me kojshit edhe ju ka tregu që letër njoftimat na i morën në hyrje të qytetit ushtria, jo policia, na thanë kur ti përfundoni punë, kur të ktheni, ja u japun. Edhe ato janë nalë atë prap, edhe që ato janë marrë. Po gjyshi jem ka shku të nesër në stacion policor, mi kërku që 2 gra nuk janë kthy në shtëpi. Përgjigja ty nuk kanë që ato janë në dorë të sigurta, sjellë djalin e merr nusën. Do me thonë është kërku babi jam për mu liru nana jam. Këta ja ka thonë dikush gjyshit stacion policisë? Ka thonë inspektor i lartë në Nebojsha Gjorgjević. Edhe ai tonë kohën ajo kanë që të farë konflikti me familjen tem. Ai sot punon Serbi, edhe familja ti kanë qenë në fshatin e Rëdime në komunë Frezajt, ai o njoft si inspektor i lartë këto, edhe ai ka thonë e sjell djalin, e lëshojna nusën. Une nuk kum ditë. Une pasosha ti kum lënë,
Tho moj none, ti bjemi të jamune, bjemi dhe me mu me dal. Aj heq, aj kishte dal, në luft. Edhe ati ma, pia dite, ke ditu në pa nuk e kam. Tana kur mora vesh mas disave në 3-4 muj shkoj, si shkum refugjat, unë e zdi për gjon, për ka hiq. Tana drullën do emna, për kushon i gjallë, me shkon kretë shtkuq, me i pa që emnat kanë dalë. Baba i vetë, i seni, ka shkon Prishtinë. Kur ka shkon Prishtinë, ka këshirën krejt emnat janë dalë, emni Suatit nuk ashtë. Po, u kom dëmon gjysa e prillit, 99-ën. Ka qenë ofenzive madhe, ka qenë. Ne kemi qenë vendosur këto, mirë po me fillimin e bombardimes natës, kazema është dikun afër këto, nuk është as 1 kilometër si ka për këtujt. Domethënë, ushtria serbe janë zhvendos për kazema dhe janë stacionu këtu. Këtë shtëpinë këtu, aty ka pas ushtri serbe ka pas, domethënë neve na kanë dëbu për këtujt. Edhe ka gjysa e prillit, aja ka desh me orë këtu, me marrë informata për neve, mirë po nuk ka mujtë me ardhë, për shka ka pas polici, ushtëria dhe s'ka mujtë, edhe ka shku afër këto një kushëri joni është. Aty ka shku në momentin e fundit, do të thonë që era fundit që është pa me atë kushërinin, është Bafti Shabani edhe Avdullah Shabani janë kushërit tonë, do të thonë kanë shku aty me atë gruën tjetër Sanijen, kanë nejt një gjysore, kanë nejt aty, dhe bisidet e fundit që i kanë pas me motrën, e kanë pyet, ka thonë, si që shke ardhë, ka thonë, kena ardhë rrugës, po na kanë nalë dikun, na i kanë lypë letër njëftimat, na kanë shahë, diçka, dhe na kanë shu. Edhe tash i kanë pyet për neve, i ka tregu që na kemi shku me një fshat tjetër, kemi qenë, edhe i ka tregu që jemi mirë, shnash, mos bëj marak, edhe fjallët e fundit i ka thonë që i kanë lutë që mos kthehi, se është rrezik. Jo, ka thonë, provojmë më derë, po kthehemi. Edhe, në më thonë, ajo është biseda fundit me qatë kushërinin, 2 kushërit tonë që i kanë bon, edhe për aty momentet, në më thonë, nuk dimna. Dikush thot që të domi armatës i kanë ollën një herë aty, i kanë, edhe dikush që i ka pa, i kanë marrë edhe më për aty nuk dimna sen. Në më për që asiku është gjysa e prillit, 99-ës, që i kanë marrë edhe më nuk dihet për to, për fatin e ty në kërgja. Kur bëhet fjalë për komunitetin serb, gjithashtu ka pas zhdukje në të njëjtën mënyrë siç e përmenda që ka ndodhur në raste tjera, pra kanë qëndruar në shtëpitë e tyre dhe pastaj janë zhduk, dikush i ka kindapu dhe nuk dihet për fatin e tyre. Është një rast krejt specifik i cili ka ndodhur, nëse s'gaboj, në muajin shtator të vitit 99, kur serbët e Ferizajt janë larguar nga qershori i vitit 99 dhe kanë qëndruar në komunën e Shtërpsës. Është rasti i 2 profesorëve, në fakt njëri ka qenë një drejtor shkolle dhe serbët që kanë punu në shkollat të Ferizajt kanë tentu me zhvillu mësimin për nxënësit e tyre që kanë jetu në Shtërpse, mirë po ju ka dash dokumentacioni që kanë lënë objektet shkollore dhe një grup prej 7 prej tyre kanë vendosur që të shkojnë në Ferizaj për mi marrë dokumentacionin ditar çka do që ka pas dhe kanë ardhur në përcjelljen e KFOR-it në Ferizaj. Janë shku të një shkollë, i kanë marrë gjësandët, kanë shku të shkolla tjetër dhe ju është thonë që duhet më prit pak derisa t'i marrin ato, t'i përgatitin ato materiale. Një nga ai grup ka pyet antarët e KFOR-it nëse mundet më shku me pa shtëpinë e vet, pastaj edhe tjetri dhe këta 2 që drejtori i shkollës dhe arsimtari kanë thonë, ok, mbesim na këtu, ju shkoni, dërgoni, pra kanë mbet vetë në atë shkollë dhe pastaj janë, kur është kthy
grupi me përcjelljen e KFOR-it në atë shkollë nuk I kanë gjetë aty. Naravno, u školama su sreli svoje kolege I pristali su da im daju dokumenta za zaposlene učenike. U tom trenutku kada su tata I čika Marko kidnapovani iz kancelarije u školi, nalazili su se njihove 3 kolege. I oni su kasnije dali izjavu da su u jednom trenutku u kancelariju upala lica sa crnim uniformama, da su ih izvukli iz kancelarije, vukli kroz školu, izveli na ulicu I odveli u nepoznatom pravcu. I mi bukvalno od tog dana, to se desilo između podneva I 1 sat u toku dana, kada je škola bila puna učenika, puna profesora, grad je bio pun ljudi. I da mi bukvalno od toga dana nemamo ni jednu jedinu informaciju šta se desilo sa tatom I sa čika Markom. Oni su pošli put Vranja sa kamion. Bio je tu ujak moj otac I brat od ujaka. Oni su pošli za Vranje, s tim da oni za 1 dan završe obaveze u Vranje I da se vrate kući. Međutim, oni nisu ni stigli do Vranja, nisu ni izašli uopšte sa Kosova. Znači, nestali su od Štrpca do administrativni prelaz. Sad, gde tačno, to niko ne zna. I dan danas se ne zna ni gde su nestali, ni na kom mestu, niti bilo šta. Da li bilo nekih svedoka koji su ih videli? Ne, nikad nije bilo nikakvog svedoka da posvedoči ili da potvrdi ili bilo šta. Ka shumë raste, është pa dashme bë dallimin mes raste ose rrethana zhdukës një viktimë ose viktimës tjetër. Mesat me që potencuat edhe për shembull Shtimin apo qytete të tjera gjoni, në emrin dhe kemi indicën e personit dukur viktimin e luftës Saide Metushi, që është personi vetëm që vazhdon të jetë indicën e personit dukur nga koha masakrës së Reçakut, pra nga 15 janari në natë natës. Dhe është sfiduese dhe është çështje që ose rast siç e kam tekstu pothuajse në gjitha takimet në mënyrë veçantë të 3 vitet e fundit që kemi pas me palën serber, pra me delegacionin e Serbisë, e kemi adresuar me shumë prioritet. Tu pas parasysh edhe faktin që për shkak të zhvillimeve me delegacionin e Serbisë, kryesuese e përkohshme po them ose takimet ka kryesuar ose delegacioni i Serbisë gjatë një takim ka kryesuar një nga ekspertët mjekurigjorë që ka qenë pjesë e ekipit mjekurigjor Bieloros dhe Jugoslav. Pra po flasim për janarin 99, pra doktoresha Mateq. Dhe është një operacion që kemi adresuar vazhdimsi me shumë prioritet, sepse është e pashpjegueshme që tu pas parasysh mënyrën se si është kushtimisht trajtuar rasti masakrës së Reçakut edhe nga ekipet mjekurigjore, që ne ende 27 vite pas luftës, pra 27 vite pas masakrës së Reçakut, kemi indicën e personit dukur Saide Metushin për fatin dhe metodën e cilën nuk dihet. Pra është shumë rënduese po them gjithsesi për familjarët, por është pashmangshëm një prej raste me shumë prioritet që trajtohet ose adresohet vazhdimsi, po them gjatë këtyre viteve, po jo referohem në vitet fundit, me që gjatë vitet fundit kemë, siç e theksova, disa raste paraprakisht, pra raste viktima të luftës. Kushtimisht po e them kemë ndru pak edhe strategjinë kuptimin e adresimeve kërkesa, pra po I shtrojmë formën e kërkesave zyrtare dhe rastet individuale, specifike me shumë prioritet në kuptimin e kërkesës për shkak të rrethanave specifike të zhdukjes. Në mesin e vitit 1998 dhe 1999, në Kosovë do vriteshin mbi 10.000 civil të pafajshëm. Tribunali I Hagës do dokumentante se për të zhdukur gjurmët e krimit, trupat u dëgjën, u varrosen në varreza masive, madje u transportuan për në varreza masive në zona si Batajnica në Serbi, më shumë se 400 km nga vendi I krimit. Statistika tregojnë që rreth 10% e viktimave të vrarë ishin transportuar në kamion nga Kosova në drejtim të Serbisë, ku u varrosen në varreza masive. Në fakt, supozohet që, jo supozohet, po dokumentohet që dikun në prill të vitit 99, duke po se në Kosovë janë kry krimet e tmerrshme nga forcat serbe dhe duke qenë të vetëdijshëm që ndoshta një ditë në Kosovë do të zbarkojnë hetues të Tribunalit Hagës dhe territori I Kosovës mund të kontrollohet nga ndërkombëtarët, aparati shtetëror serb, duke përfshirë edhe presidentin Milošević të atëhershëm dhe
elita politike, ushtarake dhe policore kanë hartu një plan për nxjerrjen e trupave të vrasjeve masive në Kosovë dhe dërgimin e tyre jashtë territorit ku mund të kenë qasje në të ardhmen hetust e Tribunalit të Hagës. Bile kë aksion, themi, ky plan është dokumentu në moton nuk ka trup, nuk ka krim. Një notes i një oficeri serb, i cili është përdorur si provë në Tribunalin e Hagës, në të shkruan nuk ka trup, nuk ka krim. Aty është marrë vendimi që trupat e viktimave të krimeve masive në Kosovë të nxirren nga varrezat ku janë varrosur qoftë individuale, qoftë masive, dhe të dërgohen në Serbi. Nuk ka pas provë që fillimisht është para pa Batajnica si një vend, sepse viktimat e para që janë gjetë në Serbi janë gjetë në liçenin Peruçac, në një kamion. Po na i pretëm, u bëura mas dite 3-4, edhe nuk u këthyn, edhe nesër më në gjyshi jem, shkoj spari të kujshit, mi pyt të shpia jonë, ofër spitalin, Ferizaj kemi jetu, edhe kanë thonë që kanë qenë, kanë blet disa gjana ushqimore, kanë ngrënë drejt të na, edhe jo nisë për shpe. Edhe na kanë tregu që na i kanë marrë letër njoftimat dhe na kanë thonë, kur të ktheheni, nalni, i merrni këto. Edhe prej aty gjyqjen vazhdon në polici, mi kërku, se dihet që në qytetin tonë janë të kidnapum njerëz ma shumë që janë njoft. Për shembull është Ali Shefik Spahi, avokat me nam ka qenë atë kohë, nuk në fshatrat e Ferizajt ka pas luftë. Po në qytet nuk është që ashtu shumë janë prek njerëz, veç ku janë koncaqët e tyne. Pra, ka pas një kidnapim selektiv? Po. Bele, one e kom prit si fëmijë ma herët kur u mbyll këtë dyqani, kur u marrë pyetje babi jem, u mojken stacion policor, është rah me ore kanë majte, po ashtu ma agja jem, o ka një kërku ma i ma 98 veç ma është zhduk ma i së shfaq asë njerë për arsye që e kanë kërku të në kohën. Kur në momenti që në kanë arme në bastis 98 në shpe, policia në kanë rrethu, agja ka ditë dhe ma nuk u shfaq asë njerë dhe i sa përfundu lufta. Për neve, po me marrë vesh, me marrë informata për neve, dhe më thonë ka qenë qaq rëmujt, s'kemi mujt, nuk ke mujt me dorë, dhe më thonë vesh në për bjesh, në për fshate, ke mujt me levi, se këne në për qytet, s'ke mujt, se kanë i blokum qyteti, fejtësisht nuk kanë i blokum. A ka pas në dëshmitari cili ka mujt me pa momentin e fundit? Tregova, dëshmitari fundit ka qenë kushërin, 2 kushërit, Mafti Shabani edhe Abdullah Shabani. E kanë pa këta momentin kur është marrë? Jo, kur u marrë, do më thonë, që bisedën e fundit që ka pas, mas gjysëorave që aja u marrë. Tog dana, oko 8 uveče su vozila Kejfora došla do naše kuće u Gotovuši, to je opština Štrpce. Samo su nam rekli da tate i čika Marko nisu sa njima, da su uzeti i da oni traguju za njima. Pokupili su se, uvozile i otišli u svoju bazu. I mi prosto, tu smo bili moja majka, ja kao najstariji i moje 2 mlađe sestre. Bez struje, bez vozila, bez ikakvih komunikacijskih sredstava, prosto bez ičega, kao na ledini, samo neko dođe, kaže vam vašeg oca je neko uzeo i odu.
Mi smo sa komšijama kasnije otišli do njihove baze, međutim niko od njih nije hteo da izađe da razgovara sa nama i da znamo šta se desilo. Nakon toga organizovane su i barikade na glavnom putu Gotovuša-Štrpce, jer prosto bez takvog reagovanja niko sa vama neće da razgovara. Iako vam je član porodice uzet, kao da je zrno bibera. I onda, nakon tih barikada, KFOR je preuzeo istragu iz Bonstila. Raspisali su i nagradu za bilo kakvu informaciju. Slučaj je prijavljen Međunarodnom Crvenom krstu, UMNIK-u, KFOR-u, apsolutno svim institucijama koje su bile na raspolaganju. Međutim, i dan danas od nikoga nema nikakve informacije za mog oca. Pa svugdje gdje god trebalo, Međunarodni Crveni krst, OEBS, policija, znači svugdje gdje god moglo da se prijavi nestanak, svugdje se išlo, u svaku organizaciju. I šta su vam oni rekli? Pa uvijek bez odgovora. Kratko rečeno, bez odgovora. Da i oni tragaju, da je slučaj u toku. Pa nekad se dešavalo da možda, znaš, kao postoji mogućnost da su blizu, da se pronađe, pa onda opet iz početka i sve tako, do dan danas. Fundi i luftës nuk solli lajme të mira për shumë familje. Kryeshi i Kuq ndërkombëtar kishte regjistruar atkoh 6500 persona të zhdukur. Në ditët e para të kthimit, varreza masive dhe zonat e krimeve do të shfaqeshin anë vendit. Në mbi 2000 lokacione do të gjendeshin trupat e të vrarëve. Kërkimi është një proces që vazhdon edhe pas 27 vitesh. Rajoni Ferizajt është pak ca karakteristik sepse tash që numrat e vogël kemi punuar dhe kemi gjetur në afërsitë e lumejve, në male, dhe thot, në vende të fshehta ku thjesht janë tentuar i fshet trupat larg për rrugëve kryesore, dhe thot të hy në rrugë dytësore dhe pastaj të hy në një pjesë në afërsitë e lumejve, male, si dhe çdo tentimi tjetër i fshehjes. Për me lidh këtë, në qoftë se flasim për llojet e rrugëve, i kom pa për shembull në Petrosello, kur prej rrugës së asfaltuar, kalon në rrugë dytësore, kalon në rrugë me ran, kalon në rrugë me gur, ngushtim, rrugë e dheut, rrugë e arës, rrugë e malit, rrugë e dhis, atje i kishim fshehë. Sa është e rëndë për familjen me rihap varrin, se po duan mi mbledh prap provat. Çu kanë përjetuar ata? Po, ky rast, domethënë, tash më kujton që ka edhe raste tjera kur familjet janë detyruar të rihapin varret për të konfirmuar shkakun e vdekjes dhe ka qenë natyrisht shumë e rëndë për familjen që të rihapet varri, mirë po duke marrë parasysh që kjo rihapje e varrit po ofron diçka më shumë në kuptim të ndjekjes penale të atyre që i kanë kryer këto krime, familjarët kanë qenë bashkëpunues në gjitha këto raste pa asnjë hezitim. E përmendëm edhe një element të fundit. Gjindën në kocka në 3 vende, në 4 vende. Çka është trauma, më shumë i thonë? Është shumë e rëndë. Familjarit, kemi gjetur edhe një pjesë trup. Shumë e rëndë. Ribashkimet janë më të rëndat, se ti edhe një herë ja qelë plagën, edhe një herë kundërmend të dhimbja këtë ato. Për këtë arsye ne, kur kemi ndërzuar rastet, e kemi bërë një formular, familjari ka pas të drejtën firmos që me këtë çështje mbyllet për mua. Edhe nëse gjinde tjerat, mos me çegullu. Kemi pas raste të njerëz të cilët kanë qenë të smur kronik me zemër ose edhe ka thonë, me kaq le të mbyllet. E ka të drejtën e firmosjes, ose, që ka bërë shumica, jo, edhe çdo pjesë që të gjendet,
më njofto. Kështu që faktikisht ata edhe njëherë e varosin, edhe njëherë ju kthehet dhimbja, edhe njëherë ju kthehen memoria, kujtimet, ndodhia, paklasësitë që i kanë. Shumica për tyri kanë pa kry, kanë marrë për durve, kanë qenë bashkë, kanë marrë. Disa tjerë në kanë thonë që në kanë marrë, por i këmë dëgju të shtënat. Po s'di ma asgjë për te. Dhe të këtë janë këto mundimet të cilat, kur silën në kokë, gjenë gjithmonë nga një përgjigje që në fakt ka mundur të jetë kështu, po unë s'po kam qef që është kështu. Vrasjet dhe zhdukjet masive të trupave krijuan traumë të përjetshme për viktimat. Përjetimet do ishin edhe më të rënda për pjesën tjetër të familjes. Nga viti 1998 e tutje, civil të pafajshëm u burgosën në një proces të gjerë të arrestimeve, dhe të cilën rreth 2000 njerëz do të arrestoheshin dhe mbaheshin në burgje të ndryshme në Serbi, deri diku në fund të vitit 2002. Lajmet se disa nga të zhdukurit që ndronin në burgje do të shndroheshin në një shpresë për familjarët, ndërsa kjo situatë do të shfrytëzohej maksimalisht nga mashtruesit, të cilët do zhvasnin mijëra euro nga familjet e të zhdukurve, duke ju premtuar rrajshëm se do i gjenin familjarët në burgje. Takomi me pjesën tjetër që ishin këto. A është mami, s'është mami. Jam ardhë me shumë qef prej Maqedonisë. Do me thonë ditën e tretë na veç kemi ardhë. Që është këto. Shtëpia në fshat u kanë, aty ka nejt 2 muj, 7 javë dikon ka nejt policia serbe në shpetonën. Ajo më ka qenë, nuk di, një rëmuj, gjithë shka ma, zdi që mënë me bo ma keq njeri, shpia, sa që ujën s'kemi guxu me përdor, kemi menu që na i kanë helmu edhe ujën, edhe kur ta kujtoj si ëndër, e keqe. Vetëm një rast ka pas, dikon 2003-ën, 2004-ën. Gjoja se janë lejmru një dy femna për Beogradit, ka thënë stacionin këto në Ferizaj, janë paraqit me emën Tynev. Edhe ku marrë vesh dikon, edhe ku takuat policin. Ku bisedu me policin, po njerëz ka desh me më dhonë intervjë, për shkak ka menu që mos jam gazetar, po tani i kum tregu që kam motër, edhe mirë po tani, unë vetë, do mëjë kam qenë mi dyshumë. Motra e ka ditë numërin tonë në telefonit, thasha pse ka thirë aty në polici. Do mëjë, e kum ditë që diçka është një farë gënjeshtra, po kupton? Se motra me thirë, kështë thirë telefon tonin, kemi pas telefon fix. Ka thirë në stacionin policor, edhe ka thonë që jemi dy femna për Ferizojt, jemi dikun janë të namojt në mshel, dikun një komanderi policisë, ja ku marru emnin që ka posë, thonë, ajo të namojt dikun në mshel. Edhe përpora kanë qenë dhe policia u mikit. Një policë Amerikan i ka thonë këtyne që mëse përhap një lojmin, se kjo mënës më konë edhe rrenë. Edhe do më thonë, këmë folë me atë policin, edhe në bazë bisedës që e pata me ato, nuk mështë me besu që është e vërtit, se mas pare thashtë me thirë kishë thirë këtu, nuk kishë thirë në stacion policisë. Edhe ka e murë për stacion, numërin e policisë. Aja ka qenë dikun 2003-ën, sa ndukët. Njerëz të kanë shfrytzu shumë si situatë. Edhe gjdo krejt mundi i familjes tem, krejt të hollat që jënë fitu me mënde, me djerës, jënë shpenzu për me marrë një lajmë për momin që a është gjallë, apo është e vdekur, veç që to. Edhe njerës të kanë shfrytzu jonë shka, jonë kam informata, jonë jam avukat, jonë jam kështu, jonë jam ashtu, do me thonë, krejt kontributi jonë familjar deri në luft është dhonë për me marrë një lajmë. A është e gjallë, apo është e vdekur. Se gjithmonë ka pas teori që jo janë burg požarecet, jo janë këtu, jo janë aty, jo janë me këto, do me thonë që ditë që kanë qenë shumë njerëz në përburgje deri në 2002-ën,
sa herë që janë ardhur, janë liru, kemi prit që mos është. Po, jo. Po I përmend së lajmet kur janë liru njerëz për I buqë. Po. Qysh I keni prit ju? A dhe që shumë herë kom mungu edhe në shkollë, me idenë që sot vjen, edhe shpres, edhe në fund. Çka thoshin këta njerëz që vishin, thoshin ana do pasë? Gjallë është. Janë në përburgjet Serbisë. Qysh I kanë dërgu në luftë. Gjallë janë. Deri sa me një moment I thot dikush babi që ka punu në luftë me ta dhe thot ato gjalla në Serbi nuk kanë I. Ato janë likvidu në Kosovë. Edhe nuk e di pse po kërkan. Nuk janë. Pasi kry lufta, po ka pas persona, dhe më thonë, ma shumë me këtë dhondrin kanë të atkru. Një familje ka lyp pare, dhe më thonë, kina dhon pak tholla për me, si, dhe më thonë, ka thonë, jo, shëtohet, për lypin që ka që pare, dishka një këni, po. Qka I thoni? Po, dhe më thonë, jena dëzru me thonë tholla, dishka kina dhon. Qka I thoni në ta persona? Po, dhe më thonë, I kanë pas ato mënyrat e tyre që është mi përfitu, dhe më thonë, jo, shëtoj, dhe më thonë, I kanë nga një, dhe më thonë, ure kom ditë më të mënyra që është ma shtrem, se nuk, aty në dhe si besuat fort. Me inspektorin kom bisedu. Edhe I kom tregu kush jam, edhe I kom thonë, ti je përgjegjës për zhdukjen e nanës tem. Ku do që shkoj, ku do që ka me bo pa di, edhe kem bo, ti je përgjegjëse. Une prej teje, ka me lyp llogarisht te dhe sakt që ka ndodhë. Se ti. Përgjigja por e ti u ka qenke e poshtër si kur baba ëtë. Edhe përgjigja ti më ka thonë që nëna jote ka qenë e re, e bukur, ato e ka marrë dikosh, e ka marrë për grue. Do me thonë, deri që aty ka shku idiotësia e ti për më shtimu sa ma shumë, unë e kuptojsha shumë I qëllimin e ti, se unë isha ma me një mosh që veç isha mbi 20 vjetë, e disha ku është qëllimi, më maltretu psikikisht ma shumë, më rëndu. Unë e kisha të qarë që aja nuk ekziston, po sa ma të rëndë më ma bo. Pra I njeri nuk ka pas dëmshuri për ty? Absolutisht. Edhe I kom thonë, unë e kom thirë me idenë, mi tregu që ma mirë vetë trego që ka den, ku janë mytë, ku janë trupat, se unë e di që nuk është sakta e më gjallë, po ku I kanë, po du me pas varrin e saj, po du me ditë ku prejet. Edhe që kjo kam përgjigja tina. Do me thonë, mas sa vjete, ende mundët, deri që aty me shku idiotësia e tyne. Do me thonë, s'kan mshirë, as tash, as s'kan pas kor, as. Edhe unë veç I kam dasht m'ja bo me dije që ti je mrapa saj. Sikur shumë tjerë që dije që jenë mrapa shumë ngjarjeve. Edhe, herdo kur ti ki me dhonë përgjithësi, le babën tem, para neve, fmive. Da li ikada sanjat svog oca? Vrlo retko, jer kažu da neko ko puno žali ne može čak ni da sanja, ali je vrlo često u gužvi imam utisak da čujem njegov glas. To mi se na početku puno dešavalo, što je možda još I teže. Da li ste imali člana porodice koji je umro čekajući? Jeste, moja ujna je umrla čekajući I nadajući se da će joj se sin vratiti, ali joj se nikad nije vratio. Ona je za par godina, znači, obolela I umrla od tuge. Žena je umrla od tuge. Šta je nadar?
E shoh. Edhe gjithmonë e shoh. Ku je kon? Ku je kon? Ku je kon? Edhe a ke ardhë pyetja e parë. Svaki dan se priča da se otvara ova groblje. Kako doživljavate? Znate kako, svi mi članovi porodice sada ovoliko godina posle prosto izgubite nadu da je neko više živ. Iako niko to od nas ne izgovara i prosto ne može to da prihvati. Jer dok se ne vidi telo, svako veruje da je živ. Sa ovim ekshumacijama svako od nas se nada da će u jednom trenutku pronaći onog ko je nestao svog najmilijeg. Jer kod nas Srba je običaj da se pali sveća za zdravlje i za pokoj duše mrtvih. Mi za tatu ne znamo gde da upalimo sveću. Prosto bi pronalazak tate doneo donekle neki mir. Nuk kam katik. Nuk është lehtë 24-5 vjet të mirësh me vdekjen. Të jesh nga të familjarëve të cilët praktikisht vetëm vujtje. Të jesh me nënën Ferdonije e cila edhe më tutje i ka. Të zhdukur se i ka pas 4 djemë edhe burrin. Edhe më tutje i mungojnë dhe të nuk i ka kompletu. Thot me një farë forme, një farë lloj familjarizimi, kur e njëjta nën të thot djali jem, të përgdhel, dhe thot i kujtot e pjesa, theme, mirë që i kanë gjetë atë pjesë tjetër, por i kërkon atë pjesën tjetër. Si që përmenda atë agjën, për cilën do të hapë dhe fotografinë, thot gjojnë me veç edhe qikën, me mos shkoj tjetër në dynja pa e gjetë të qikën. Historiatet të ndryshme, dhimshme. Shpresat nuk hupin domethënë asnjëherë, shpresat gjithmonë kemi pas shpresat, po të paktën me ditë ku i ka eshtat, me ditë një vend që më shku me vizitu një herë. Domethënë ne kemi që ato e presimi, domethënë që ajo është e fundit që me ditë ku e ka pak a shumë varre me ditë pak më. Çka ke kujtime prej saj tash? Na e kemi pas jetën shumë të bukur, edhe kam shumë kujtime, kemi shetit. Mami jam ka qenë edhe grua e pashme, e mbajtën, për qatë arsye thash edhe në fillim, gjithmonë e kujtoj si ma ndryshe prej kohës që ka qenë atëherë. Kujtime fizike, me çka çmallësh tash për me kujtu më? Kam rrobat e saj, fustanat. Njënin prej fustanave e kam vesh edhe kur jo martu. Fustanin e nanës e ke vesh? Jo, kam vesh njënin prej fustaneve të saj kur jo martu. Ajo i ka rrobat shumë që i kam të bukra. Çmallna me rrobat e saj, me fotografit. E maj edhe indeksin e saj të notave. Që kanë reagu njerëz kur kanë parë atë fustan? Po, familjarët e mi e kanë ditë, edhe normalisht martesa em ka qenë më shumë e latë. Nuk ka qenë diçka për familjen tem, sa ka qenë gëzim, ka qenë edhe e dhemshme.
Thank you.